Përshëndetje Shqipe, shpresoj që je mirë. U riktheva në shtëpi më në fund. Për ata që se din, deri në muajin gusht jam si ushtar në shtrinë e Zvicrës si shofer kamioni, që 3 javë kam fillu pra edhe që 3 javë jam i bloku në kazernë për shkak të koronavirusit. U kon pak vështirë se vetëm dillën e kena pas pushim. Në fakt, as dillën se kena pas pushim se u dashke mu qu në 8:45 mos gabofsha në mëngjes, për mu siguru që mos ka ik naj kush, pra u dashke mu bon resht, edhe atëherë i numrejshin krejt ushtarta janë prezent. Edhe kur ishke krejt në rregull, atëherë shkojshëm me ongë mëngjesin, e që thash pra edhe dillën nuk jena kon të lirë. Po është i qërë ma në fund vendosin që gjdo 2 javë mujna më rikëthu në shpi, pra jo çdo vikend, një vikend po, një vikend jo. Nej se t'ju tregoj tash qysh kam kalu në shtri, pra gjithçka ka fillu në tonën 6 prill, në ora 9 mëngjesit kom pas mu prezentu në kazernë. E kam pas mundësin me shku me tren ose me bus, masi është gratis për ushtar, a mu prap preferova me shku me motrën tem djelzën. Edhe masi nuk e disha a kthejna gjallë prej ushtris, thash t'ja thëm dhe fjallë që i kam zemër. Njerëz, jam të jetu momentet e fundit si qytetar i lirë, mas pak kohë e kam e i ushtar, edhe para si me hi ushtar, i kam dhe fjallë që do të me a thonë motrës time djelzës. Djelzë, kush ditë e migrat t'i keri. Masi ja thash realitetin djelzës, hina në rand për me në kazern, edhe direkt mu mërzët jeta, masi në kolon pra të në rand të prit, na thanë që du të mi majt 2 metra distancë për shkak të koronavirusit. Nejse hina në kazern edhe i qova të ishat në dhomë, edhe unë prit që me pas një dhomë si kja, se i kam bërë dhe shok që bëjshin video në shtri edhe i kishin dë kësi krevata, pra që janë 1-1. Kështu që kur e pash dhomën tem, është si kja, mu do kësi mu kon na i hotel 5 yje. Nejse e këshyra planin e dhomës aty me pas se ku e kam krevatin, edhe aty pesha Krasniqi. Tha shqyqër koka një shqiptare mu i me bona i laf me ta, se kur kesh jashtë të prit për me i në kazerën, pra, ata që ishin rreth meje, krejt folshin gjermanisht, e u të qatë se po bi vetëm e njerës që folin gjermanisht, pra e që sun mirë na vesh me ta. Nejse dola jashtë, na tregojshin se qysh mu reshtu, qysh me vat përshëndetje në ushtarak, edhe pesha një djallë me flak të shkurta onash, degradej pra, thash sigurt që kjo është Krasniqi. Kër shku me hongër bëk, u njoftum edhe e pash që ishë edhe një tjetër shqiptar në dhomë tonë. Zakonisht në dhomë janë 18 ushtarë në dokët, a mu për shkak të koronavirusit u dash kemi majt distancat e pra një krevat rike i lirë. Kështu që në vend se me konë 18 ushtarë ishim vetëm 10 e prej 10 vetë 3 shqiptarë. A mu vetëm dhomë tonë jena konë qaqëm se për ndryshën dhomë atjera s'ka pas qaqëm. Nejse t'ju tregoj tash do video se që shokon, filloj me dhomën pra. Do isha besoj të më lef. Njerëzën e qëto flaj, që shpesheni. Njësa dhe mira që e kam këtë murin këto direkt, se t'i shakon shambull këto në mes, i shkon katastrofë se në dyon të kish pas njerëz. Kjo ke Krasniqi pra, Kadri Krasniqi, është bashkë përballë meje edhe tjetër shqiptar është në të maj. Unë çdo rrisha me Kadrijën, se dha i marak në gaming, në futbol, edhe bëjshim shumë hajgare, kështu që kur u shtrashim me armë ose ndaj tjetër aktivitet, çdo rrishim bashkë. Këtë video jo që mjek në Instagram e keni pa, ose këto 2 fotot që mi ka von Kadrija. Këtu e keni edhe një foto ku jam unë me Kadrijën vitën e parë, që i kemi vozit kamionet e autoshkollës. Kena vozit diku 40 km me kamion edhe mu dake si me vozit na i shpi, se i shtirë në fillim sidomos kur po t'vi kena i kamion ose na i bus përballë. Për ndryshe i kena vozit edhe do kamionat të shtris, e kësaj radhe jena kon pa instruktora, kështu që kena vozit njëherë njani, njëherë tjetër. Hello! Hello! Sigur tash ju jeni të thonë, ko ke knash në shtri, Olsen Mafia me 2 altia, ama këto kanë vetëm disa momente të vogla. Do të me ditë se në shtri puna fillon në 5:45 në mëngjes, e shpesh herë përfundon rreth orës 10 në mbrëmje. E ton ditën do të mi majt këto farë qizmët, këto pra, kështë dokën, edhe me këto në fund ditës kam të tua dokën kështë. Pra ditë shumë të gata, edhe fakti që dhomin kam të non-stop, ta prish ka njëherë moralin. Nuk janë vetëm to, ka dhe dëgjona tjera negative, si për shembull që s'ki as njerë gati ko të lirë për ty, për që atë arsye edhe s'po muj me jo përgjigj në komente, a mu prap tash masi po mujna mu këthuj prap në weekend, s'muj mu anku. Nejse njerë s'fezgjati ma shumë me këtë video, sigur të e bëj edhe naj tjetër ma vën, me ju tregu se jam përmisu me vozitjen, kamion, me armë, ma shkort ju tregoj se që shpëm shkar në shtëria. Nëse kjo video ju ka pëlqy, mos harroni like, faleminderit shumë që e keni shiku. Dhe mirë mbejtje!